Prej kësaj të hënë dhe deri të premten, të gjitha gjyqjet në gjykatat të vendit do të pezullohen për shkak të një bojkoti të dhënë së fundmi urdhër nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë. Ky urdhër lidhet me arrestimin e paligjshëm sipas Dhomës Avokatisë të kolegut të tyre, Uljan Bajrami, të ndodhur 3 ditë më parë. Nga ky bojkot përjashtohen seancët që kanë si objekt caktimi, ndryshimi, zëvendësimi dhe shuarje të masave të sigurisë. Sipas avokatit Alban Qaf, arrestimi kolegut të tyre është ngjarje turpshme për sistemin e drejtësisë. Arresti është bërë në mënyrë flagrante, është i paligjshëm dhe ajo që është më e rëndë këtu është që prokurori ngre një kërkesë për caktim lehtësi mase arresti mbi pamje filmike, por që pamjet filmike nuk përligjen veprimet e prokurorit. Ndërsa avokati Mara Shibra thotë se prokurorët e rinj ende nuk kanë përvojën e mjaftueshme për të përballuar një situatë. Në bindjen time ngjarja është e turpshme, është e paprecedent. Për mua tregon se përfaqësuesi i akuzës në atë moment ka qenë ndoshta në bindjen time pa përvojën e duhur ose vuan nga deliri i madhështisë. Prokuroria është palë në proces, siç është edhe avokatura. Ai prokuror në bindjen time nuk plotson kushtet për të qenë i tillë. Mbrojtësit ligjore përshëndesin bojkotin ndërsa thonë se duhen marrë masa më të ashpra deri në kërkim të një mbledhje të posaçme në KLP. Bojkoti është i drejtë për 5 ditë është caktuar për proceset që janë në vazhdim, përveç atyre që janë caktim lehtësi mase që nuk mund të bëhen pa avokat. Do të vazhdoj për gjatë gjithë javës. Dhoma Kombëtare e Avokatisë do të mblidheshe përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë, atyre njerëzve që marrin vendimin për të caktuar prokuror të tillë në sistemin gjyqësor, sepse ata prokuror natyrisht që janë faqja e zezë jo vetëm për prokurorinë, por për marrë sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Në gjykatën e posaçme ishin të planifikuar për të zhvilluar rreth 25 seanca gjyqësore, të cilët avokatët vunë në dieni gjykatën se nuk mund të jenë pjesë. E njëjta situatë ishte edhe në dhomën penale të gjykatës së Tiranës. Avokati Uljan Bajrami u arrestua vetëm një ditë pasi zhvilloi një seancë gjyqësore në gjykatën e Elbasanit. Sipas të dhënave, gjatë zhvillimit të seancës, ai replikoi me prokurorin Gjergj Caka. Kundër të tjerë, avokati Bajrami thotë se do të merret personalisht me prokurorin dhe do të bëjë kallëzim penal, pasi sipas mbrojtësit ligjor, përfaqësuesi i akuzës kishte falsifikuar proces verbalin. Kjo frazë është marrë si kërcënim nga prokurori i cili ka depozituar kallëzim penal ndaj avokatit Bajrami. I fundit pas thirrjes në drejtoritë vendore të policisë së Elbasanit, ju komunikuan 3 vepra penale: kanosje për shkak të detyrës, kundërshtim i goditjes gjyqtare dhe kanosje gjyqtarit.